qishme të më kishe kap. Kishe thonë se s'hesit këtë rrugë. Kjo rrugë është skandali, rruga më e keqe në Shkupi. Ka 25 vjet, s'ka vot dërë kërkush, për në kohën e kooperative bujqësare. Na shkatërroi brindë makinat e në nesin njërës. Aha, premtimet ai, si të bëjnë votimet thonë dhe e bëjmë, por të pasha pëshef se e bëjmë prapë që shtu e një. Që rrugë gjellet vetëm një premtim fushata zgjedhore dhe asgjë më tepër. Vetëm një premtim në asnjë nuk e vret kush mendën për atë punë hiç. Për makinat si e vësh. Ma veprosi dush, dash. Makina punon një javë shkon në oficinë. Dash shko punon, dash lekrit. Si dush. Po. Nga viti 91 këtu nuk është bë asnjë gjithnjë si kanë marrë të komunat nuk kanë bë asnjë lloj rruge, vetë se vine e marrin vota kot, falso, e ne nuk bëjnë asnjë lloj shpenzimi për rrugën. Çata makina si kimi, i lëm shirë të fatit në kamen, taksat detyrimet i paguajmë gjitha, me pas një hall spitali këto, makinat vetë se i mbam kot. Këto nuk është si fshat 120 shpoj dhe nuk kanë bë asnjë lloj rregullimi. To presim kur ndrohen këta kryetarët e komunave, mu bëjnë në fond ose deputet, ta s'bëjnë kur gjë, vinë e marrin votat e në hikin. Premtime s'ka pas deputet, s'ka pas kryetar komunash, s'ka pas gjitha që vinë për të marrë votat, janë gjitha premtime boshe. Dhe të bëjmë rrugën, dhe të bëjmë këtë, dhe të bëjmë atë. Megjithatë, edhe deputeti që patëm na nipi fshati që dha një premtim. Po ishte premtim bosh. I gjithë rruga njerëz sidomos, kanalet e zeza po, rruga po. Gjithë fshati tha të bëhet me kanalizime, me tubacione që të ujitet me imbiante. Fakti, me imbiante ujitet në fshati Saravec, ama ujitet në kratë popull, që është populli, jo deputeti. Kush është deputeti? Deputeti është Ursi Majna. Deputeti i kësaj zonës tonë. Ai nuk ka bas një lloj, as kanalet zeza jo. S'ka bërë as rrugë kjo që premtoj. Premtoj rrugën e Varrezëve atje. Është skandaloze. Skandaloze. Ama ku di unë se ç'a bëhet? Vetëm për vota. Vetë për vota, se s'bëhet asnjë lloj investimi. Me letra bëvaki ka, ama aktuale nuk është gjë. Nuk është gjë.